8 miliard banor të planetit tokë janë të lidhur me pyjet, më thonë sa i përket ushqimit, stres. Faktor, si janë faktor socio-ekonomik, si edhe vëdësimit të qytetarëve dhe popullatës. Kisha apelu që me rrugë të bukurit të rallët që kemi. Pyjet janë në një gjendje që ka nevojë për shumë kujdes, edhe ka nevojë për shumë trajnime, ka nevojë për një vëdësim më të madh. Sot u fol mjaftueshëm për vëdësimin, po kjo nuk mjafton. Do të thotë vetëm dita botërore e pyjeve nuk e bën të mjaftueshëm që njerëzit të dinë për rëndësinë e vet. Do të thotë 8 miliard banor të planetit tokë janë të lidhur me pyjet, më thonë sa i përket ushqimit, stres. Fatmirësisht në Kosovë viteve të fundit ka përmirësim të gjendjes të pyjeve. Kjo ndodh për shkak të uljes së presionit në pyje dhe kjo ndodh për disa faktorë, si janë faktor socio-ekonomik, si edhe vëdësimit të qytetarëve dhe popullatës për ruajtjen dhe rëndësinë e pyjeve që i kanë ato. Jusuf Mazera, sa i përket vëdësimit të popullatës është nivel të ulët. Mirëmbajtja është shumë pak, rëndësia e pyjeve është shumë e madhe, edhe kisha apelu që me rrugë të bukurit të rallët që kemi këtë pasuri që jashtëzakonshme vendit tonë.